duhet të shkojnë. Ju e dini për kë e kam fjalën. Përshëndetje me të dashur, mirë se veni të ngellin analizë. Shkojnë në videon e radhës, Albin Kurti, kryeministri apo qeveria 4. Shkojmë dhe dëgjojmë miq direkt se çka ka thonë, se kush ja ka nxonë udhën, kush e ka pengue mas shumti kryeministrin për me punu. Shkojnë. E kam fjalën. Nuk janë dhjetra, janë qindra. Po më besoni që nuk janë mira. Për ata qindra veta që jenë në përzyrat shtetit dhe po na ndalin hovin për para. Prej Bjerim Isufaj e dejtë Sami Lushtop. Ato nuk do t'ju lusë më vonë. Veç sonte. Miq, kush e ka pengue, e kuptum. Mirë, po tash kryeministri joni dashtën, e ka një lutje për juve, gjithashtu edhe në emër të kryeministrit, në emër të popullit të Kosovës, në emër të popullit diasporës, edhe në për kërkoj lutje identik sikur Albin Kurti. Por mes me ripërsëri tonë, a moni e kohët miq, të ndëgjojmë videon edhe të diskutojmë të bashkë. Veç edhe një miq. Albin Kurti, kryeministri joni arshëm, po i lyp 500.000 vota. Unë po thom popullë me dashur, a moni ju koft, ju lus pejt tokë e den qiell, pejt qiell e den tokë, 600.000 vota t'ja bojmë. Se 600.000 vota na kryjnë punë për Kosovë. Dashëm me pos një Kosovë demokratike, një Kosovë pa hajni, një Kosovë pa tradhtar, një Kosovë pa mashtrus, një Kosovë pa kriminela. Neve na vynë 600.000 vota. Kryeministri, po jenë keq, mi thonë 600.000, po thot 500.000. Por une, në emër të kryeministrit, pra po thomë, në emër të popullit tim, i kësha lutë, a moni e koft, populli, dilni, votoni, t'ja bojmë 600.000 zemra. Kështu që shkojna miq, ju dua fort Zoti ju rujt, aty ku jeni. A pesheni mi të dashër, gjithë të fjallë që i tha Albin Kurti, gjithë të sene në të vërteta. Por këtë arsye, po bon lutje, që shtojmë fjallë pëllore o sot o kur. Zoti ju një moft, Zoti në një moft, por me në një mu Zoti, ne do të me minimu pak edhe atina, do të me dalë zgjedhje. Se Zoti ka thonë, ne pak, a i shumë. Kështu që ju lutem miq të dashur, mos hezitoni. Populli im i dashur, mos hezitoni me dalë e me votu, mos rrinë kafe. Kafja nuk ju sjell kur gjë. Shkoni votoni, ktheni kafe prap, pjeni kafen, s'është problem. Por mos e lëni pa shku me votu për shkak kafes, ju lutem. Prap po ju përgjom, kështu. Sepse këto zgjedhje janë referendum. Këto zgjedhje o sot o kur. Se nuk mune me shkuna çdo 3 muaj zgjedhje, se na kushton neve, juve, gjithë Kosovës. Por këtë arsye është lutja. Shkojna miq. Dhe ardhmërisë që duam ta kemi të ndryshme për të gjithë, edhe për ata që vinë pas nesh, e të sigurt, sidomos për rinin dhe për fëmijët. E prandaj Kjo është kryesorja, miq të dashur. E ardhmja e fëmijëve tonë, e ardhja e nipav e mesave tonë. Unë nuk po flas për veti mu, as kryeministri për veti, po flasëm për të ardhmen e Kosovës. E ardhmja jonë është të shkute poshtë. Por, kush vjen, kush mbetet, rinia. Por ne du të me punu për qëta rini, që ty në rinis me alon një Kosovë të rehatshme, jo të gërditshme, jo me hojna, jo me pa ligj. Kush i bën këto punë? Për pas Albin Kurtit.
e qeveria e tina, qeveria 4, lëvizja vetëvendosje. Shkojnë amiq? Referendumi është historik. Aman, po ju lus, mos na lirën 500.000 vota ti. E tha, në fund, 600.000, amon, zamon, edhe në polkuna për veni, o miq të dashur. Mos na leni në 600.000 vota. Populli im i dashur, ju lutem, pej tokë edhe në qiell. Dilni votoni, dilni votoni, dilni votoni, mos hezitoni. Mendoni për fëmijën e juaj. Kafja nuk ja ndreq punë. As shëtitja, as gjumi. Po zgjonu, qoni, votoni, ju lutem. Ju lutem, ju lutem. Kemi nevojë, o sot o kur. O sot o kur populli im i dashur. Ju dua fort. Sepse pa juve, pa neve, s'kem gjallë. Kosova s'ka gjallë. Apo vjeti kur shetër e zavën sonë. Shkuna miq? Kurti është referendum o popull. Vale. Motra e vllazën, zonja e zotëri është referendum historik. O tash, o kur, o krejt, vllazë. Kom një pyetje miq të dashur për juve. Pse kemi këtë zor kaq të madh? Pse ka kryeministri këtë zor? Po o sot o kur. Po çfarë arsye miq të dashur? Vetëm këto duhet me menu njeri. Pse po i lyp 600.000 vota kryeministri jon? Pse unë për kërkoj 600.000 vota për kryeministrin, jo për vete. Edhe për juve, jo për vete. Unë jam në diasporë, që 45 vjetë, apo 25 vjetë, që doni t'i thojmë. Unë e kom kryu misionin temë. Por përmenojmë për nipa e mesa e thmi, tarmen e tyne. Kjo është taj që Albin Kurti për kërkon, për këtë arsye. Nesër këthejmë edhe ne. Pa dyshim. Po e dojmë një Kosovë demokratike, e dojmë një Kosovë të lirë, e dojmë një Kosovë jo me ozërpus, e dojmë një Kosovë jo me ato që ta merë, e ka morë orën 3 herë, e ka shqit 5.000, prap shtetit. Jo me kësi qeverisje. Jo me ato që ja folë 8.200 hektarë, jo me ato që ta bjen urin e Ibrit në kufi. Unë fani, kufi në Serbis në urit Ibrit. Nuk e dojmë këtë qeveria. E dojmë një qeveri që menon për neve, për popullin tonë, për rinin, për tarmen e Kosovës, që kur vjen dikush në Kosovë, wow, bravo e Kosovë, pas ka punu. Kjo është ajo miq të dashur. Miq, edhe njerë ju lutem, pe qiellit e në tokë, amoni o koftë, dile votani, që sikur shto kur gjë. Dil, t'i rregullojmë punët e Kosovës një herë e për gjithmonë. Shkojnë amiq? Kush do që mendon se me PTK mund të ndërtohet shtet ligjor? Tash Donika, me farëmire me thonë, jap vullën. Shkojnë dhe ndëgjojmë. Por ata të fortit. I përgjigjemi vetëm me 2 fjalë. Samir Lushtako. Thonë se qëndrojnë me ligjin, por shumë shpejt do ta mësoj edhe ai, edhe të A ndëgjut, Samir Lushtako është mbi ligjin, është i forti, si mas politikanëve. Edhe si mas ne që kemi po se e rrejnë njerën edhe si ja përgjegje. I sakaton njerë si ja përgjegje. E merë 3 euro orë, e shetë 5.000 si ja përgjegje. Këto i bëni forti, jo i ligu. Shkojnë amiq? të tjerët që në Republikën tonë mendojnë që qëndrojnë mbi ligjin, që askush, absolutisht askush nuk qëndron mbi ligjin. Edhe që ka marrë fund koha, kur shqiptari e rresh. Jo, unë fani Donika, po për momentin janë. Por çfarë duhet me bo? Që duhet me largu këta? E vetëm mënyrë është populli i dashur, jo. Vota juaj.
E vetëm mënyrë është kjo, vota juaj. Që me mujt, me punu, do një ka që duhet. Shkojna. Shqiptarin në Kosovë edhe mbetet pa hundërshku. Kushdo që shkel ligjin dhe përdor dhunë e ka vendin në burg. Lutem. Kushdo Edhe tash, miqtë e dashur, nëse mua së më dëgjoni, nëse Albin Kurti nuk e ndëgjoni për votë, që për ja kërkojmë votën, me mish e me shpirt, unë e besoj që një zojës që përdu me shuj tash, kini me besuar. Këtë zoj, këtë plak e rujti madhe Zot me gjithat mirat, e pas një pleshtri ma të mire në botë. E përkon është fjalla miq, shkojmë të ndëgjojmë. Ju më thonë dhe me ju lutë, madhët e dvoglit në këtë Kosovë të unë. Gone. Me votu të unë. E të mi e dhonë votën dhe vendosjes. Gone mi që dashër, kjo plak e mirë, kur kjo ka kuraja me dalë me votu, ne qa kemë që të votojmë mi që dashër? Ne qka ka që nuk e dojmë Kosovën o Allah? Se një njeri që nuk den në vot, aj nuk e do Kosovën. Pa marë parasysh kër e votën. Por aj që zdel me votu, aj nuk e do Kosovën. Po thonë me keshardhe, aj njeri nuk i duhet Kosovës. Se aj njeri jeton Kosovë veç për me jetu. Se një njeri që s'del me votu, nuk menon për kanë me votu, nuk menon kush është i mirë për me adhon votën, për me që Kosovë për para, a veç hambuk këtë, për mendimin tim. Po shkojna miq? Albin Kurti, shpendin një fort mire. Edhe vetë këshmet, më që uherën, musha më shkua para. Oj, loket, Po zita e kanë koqit. oj, di më loke E vallaj. koqit në i open 2 vjetë. Po stanë këtë Kosovë. Po konë Qëre tash lokja, sa e bukur, sa e mirë, neve me në adhon këshill. Kur ne shofim ma shumë, në atë kuptimin se dalëm, ecëm, jetojmë, i shohim sen ma mirë, i shohim do sene, do krime, do qka po të ndodhin, pak ma mirë se kjo është në shpe gjithë ditën, veç ka lexon. E tash një zoj, sikur kjo, kur neve në e pëshill, na qa presëm Allah. Ne qka presëm, duhet me në ardhë turp për sy të balit para saj plake, mos me dalë me votu. Të shme në ardhë turp. Për me dhonë rëmulla kësaj pune, shkojnë a miq. Ka bo që Karriga nuk i ka më 4 këmbë. Në cilën është unë. I ka si 2 kundër Zotit. Ja ka numru so, po 4 si ka. Si ka, po po. Vetëm një nëse thejt bjen Karriga. Shish për analize parë zote me të dashën. Lësha thejet një nëse thejet 2 bil. Me të datë, Karriga vem. Ishin sy kushtrim kishra. Po me gjasë është të thejt një, tha ende shkarrik, zë dikulli tha ju kanë fëllë. U ende është në karrik, po, mbire ki. Po, janë orë të nëmrume. Zotë gazetarë. Miq, Zotë i rujt, aty ku jeni, Zotë në një moft, në priftë e mora, edhe një herë po i thomë, miq, për herë të funit, a moni e koft, mos në leni në 600.000 vota. Respekt për se cilin, ju dua pozit, pa marë parasysh, Zotë i rujt.